Përshëndes gjithëve, ndodhem në një nga rrugët më kryesore të qytetit Fushkruajës, rrugën që e lidh nga 10-85 që njihet ndryshe për shkuar tek Burgu dhe për dal tek Kodra e Çelëve, më pas tek Stafuk, apo pjesa tjetër që e lidh me Larushkun apo me pjesën e Arramerasit. Është një rrugë totalisht amortizuar, ndodhem në pikën më nevralgjike të saj. Shikojmë, tu nuk ka fare asfalt, janë gropa të cilat në rast se bie një pikë ujë, mbushen plot dhe makinave duhet jo vetëm të ulin kilometrazhin, por të ruajnë sepse është gropa saj karrige. Nuk është vetëm kjo pjesë e segmentit që është prishur, që do të thotë edhe pjesa atje. Kjo putuj gjithandej dhe nuk ka asfalt, sigurisht ngren dhe plur në një kohë tjetër, pra në një kohë jo me shi siç është dita e sotme. Shikojmë se si do veprojë kjo makinë për shembull aktualisht që po vjen pas meje për të kaluar, dhe kjo gjë nuk ndodh vetëm një herë, por kjo ndodh për ditë. Është një moment i cili duhet parë me përgjegjësi të madhe nga qeveria. Pra nuk është vetëm kjo rrugë, por janë gjithë rrugët pothuajse të qytetit që janë në këtë lloj gjendje të amortizuar. Shikojmë se si kalon një makinë aktualisht në këtë rrugë. Është një tmerr i cili po i ndodh qytetarëve të Fushkruajës çdo ditë dhe keni parasysh që kjo rrugë njihet edhe nga ata që vinë nga jashtë brenda, sepse është një alternativë rrugë në Fushkruaj për dalë për ndjekur rrugën e vjetër të Tiranës. Kam zgjedhur vetëm një pikë, po në të gjithë gjatësinë e saj, edhe tek Burgu, edhe te 10-85, edhe në Larush, rruga është e tillë. Bën thirrje qeverisë që të vendosë dorë në këtë rrugë.